Shqipëria sot po kaloni, sot jemi në pikën që po kaloni të parën bank digjitale, që dhe aty nuk kthen për herë të parë Banka e Shqipërisë nuk kthen përgjigje. Jemi në fazën që kemi hap grup kapitujt 1, 2, kemi hap edhe grup kapitujt e tregut brendshëm. Do jetë kjo arsye, mbajeni mend. Kjo banka digjitale që keni kaluar, Xhep Banku, do jetë arsye që do shtyhen negociatat. Mbajeni mend, këtu do jemi. Dhe nuk flisni kurrë. Këtu është një vend parafolsi që foli për integrimin e Shqipërisë në hapësirën imagjinare që ai ka Bashkimit Evropian, harron që vetëm dje foli komisionerja për zgjerim Marta Kos, përmendi vetëm Alnezi. Përmendet Islanda, përmendet Moldavia, Shqipëria nuk ekziston më. Dhe ky është një problem që na përket gjithëve. Por nuk mund vazhdojmë tu të gënjejmë opinionin publik, gënjejmë qytetarët, gënjejmë dhe njëri tjetrin dhe fshihemi pas artificave, jo ke 10 sekonda, jo ke 12 sekonda, jo 30 sekonda. Rrim tu ta gdhim po që e nevojshme, të ezaurojmë gjithë problemet që realisht prekin qytetarët.